Prokuroria e Tiranës ka marrë në pyetje 5 fëmijët, të cilët nga këqyrja e pamjeve filmike shfaqen në momentet e para të përhapjes së flakëve të zjarrit tek pallati pranë farmacisë 10. 5 të miturit, banor të kompleksit Arlis, shihen duke hedhur mbeturina në një karrocë, e cila konsiderohet si vatra prej nga kush përtheu zjarri që dogji pallatin. Të miturit janë pyetur mbi rrethanat e ngjarjes në prezencë të psikologëve dhe prindërve. Ata kanë deklaruar se veprimet e tyre kanë qenë të paqëllimshme dhe se nuk e kishin kuptuar rrezikun. Shërbimi zjarfikës ka përfunduar ekspertizën për zjarrin dhe rezultatet ja ka dorëzuar prokurorisë, që po heton për shkatërim të pronës nga pakujdesia. Burime nga Prokuroria e Tiranës bëjnë me dije se shërbimi zjarfikës ka arritur në konkluzionin që shkak i zjarrit janë faktor të jashtëm, që do të thotë se ndryshe nga sa ishte aluduar më parë, shkak nuk është as neglizhencë e shërbimit aty, as shkëndijë elektrike dhe as ndonjë bombël gazi.